Në paraburgim, me sa duket maskat bien më shpejt se në çdo fushat. Erion Veliaj duket se ka mbetur ende në rolin e tij të zakonshëm. Komunikim, narrativ, kohë. Gjykimi i zakonshëm për të nuk është thjesht procedurë, është një skenë ku ai mendon se loja fitohet, duke e zgjatur, duke komplikuar, duke mbajtur pezo. Erion Veliaj hyri në sallën e gjyqit me strategjinë e atij që mendon se koha është aleati i tij. Gjykimi i zakonshëm, procedura të gjata, shtyrje, ritëm i madalt. Një lloj basti që po e zgjate mjaftueshëm ndeshjen, ndoshta publiku harron rezultatin. Një refleks politik, më shumë se sa juridik. Por drejtësia nuk është fushat, nuk ka audiencë për t'u bindur, ka vetëm rezultat për t'u dhënë. Dhe pikërisht aty, Ilir Beqa bën diçka që në këtë kontekst duket pothuaj cinike në thjeshtësinë e vet. Heq dorë nga historia dhe zgjedh shifrën. Gjykimi i shkurtuar, ulje dënimi nëse shpallet fajtor, llogani e mbyllur. Asnjë iluzion, asnjë retorik. Kontrasti është brutal. Njëri sillet sikur realiteti mund të negociohet me kohën, ndërsa tjetri kërkon të minimizojë realitetin sa më shpejt. Dhe ndërsa ky është momenti ku diferenca nuk është më politike, por instinktive. Erion Veliaj duket sikur ende beson se mund të menaxhojë perceptimin e një procesi penal. Ilir Beqa duket sikur e ka pranuar që procesi penal menaxhon atë. Ironia është pothuaj didaktike. Veliaj po sillet sikur është në një betejë politike ku rëndësi ka perceptimi. Beqa po sillet siç duhet të sillet në një proces penal ku rëndësi ka rezultati. Në fund, cinizmi i vërtet është ky. Nuk fitohet duke folur më gjatë për atë që ndodh, por duke ulur koston e asaj që do të ndodh. Dhe ndërsa i pari vazhdon të investojë tek koha, tjetri ka kaluar te bilanci. Njëri duket sikur ende po flet për strategji, ndërkohë që tjetri ka kaluar tek matematika bazë. Sa vite hyn, sa vite del. Dhe zakonisht, në fund, nuk fitojnë ata që bëjnë më shumë zhurmë, por ata që bëjnë llogaritmë të sakta. Pra, njëri po luan për imazh dhe ndoshta për kohë televizive, tjetri për kalkulim penal. Nëse kjo do ishte garë, Erion Veliaj është ai që bën xhiro rreth stadiumit për të treguar formën, ndërsa Ilir Beqa është ai që shkon direkt te tabela e pikëve dhe bën llogarinë.